Në prag të festave të fundvitit, qyteti i Vlorës është përfshirë nga një aksion i gjerë policor, i cili synon rritjen e masave të sigurisë për banorët dhe vizitorët. Mbrëmjen e sotme, policia e Vlorës në bashkëpunim me Njësinë e Sigurisë Publike ka zhvilluar kontrolle të shtrira në gjithë qytetin. Si pjesë e operacionit, forcat e rendit ushtruan kontrolle në automjete të dyshimta në hyrje-dalje të qytetit, si dhe në pika me qarkullim të lartë. Qëllimi kryesor i aksionit ishte parandalimi i ngjarjeve kriminale, si dhe garantimi i një mjedisi sa më të sigurt gjatë sezonit festiv. Për garantimin e mbarvajtjes së aksionit në terren u angazhuan forcat e FNSH-s, si dhe ato operacionale, të cilat kryen kontrolle të zgjeruara në disa zona dhe pika strategjike të qytetit. Operacioni u zhvillua në kuadër të parandalimit dhe goditjes së veprimtarive kriminale. Autoritetet theksojnë se kontrollet do të vijojnë dhe në ditët në vijim, si pjesë e planit të posaçëm për sezonin festiv, me synim ruajtjen e rendit, qetësisë dhe sigurisë për të gjithë qytetarët.